Të nderuar vëllezër dhe motra shqiptarë ku të qeni. Është kësi e madhe që jam këtu sot para jush. Unë sot jam këtu për të bërë një thirrje që kjo lëvizje e rinisë shqiptare, një lëvizje mallshtore, një lëvizje patriotike, atletare, atletashse, mos kthehet qesharake ashtu si kur u bën vitin 19. Dhe realisht u bën një tranzicion i kalpun nga një sistem anti-shqiptar e anti-popullor. Dhe realisht ky 35 vjeçar është regjimi më i liga më i fliqur, është regjimi në koncerans. Sot ka i thirrje që shqiptar gjithkun ku naun shqiptar më në dhe jashtë aplaut, të thrasin idealist, intelektual idealist, që janë të spravuam kundër këtij regjimit antipopullar, anti-shqiptar e anti-kombëtar, sepse ky regjim edhe vetë e shesa është shkatrue, e është degradue, është konceros, sepse ka shit traje shqiptare, sepse ka shit pasunin kombëtare, me naftë, me kam, me bakër, e me gjithçka, sepse naftën e morin moshtrejt se kudo tjetër, sepse pensionistët kanë pensionet pëtulta në gjithë si në Afrikë, sepse ne kanë shkatruar familjet tona, sepse pëtallën me ne, sepse kanë bërë gjenocid popullor, edhe unë vitin 2019, unë menos tu, pankartat tek konxullat e kryeministrisë, dhe ju më arrestue, e kom thënë, nalë shpërgulljen masive, nalë gjeracilin popullor, dhe në vërtetëm kanë pëlqyre shumë pakën nga ju, vetëm keni pëlqyre, një kosi ju më arrestue. Në këtë qeshtë, në vitin 2019 përsëri, i kom thënë Zotit Rama, po i thëmë Zotit Rama për respektemin, i kom thënë, mos përkujtot vërap që i kini vëra vetën bashkëpunim me terrorizua popullin me larguan nga traje teknike. Dhe në vërtet, popullin shqiptar ju ka bën gjenocid popullor, shpërngulje masive nga trajet e veta, duke pre të gjitha mundësit, duke i pre të gjitha rojt komit, duke shkatrua gjuhë arsim, duke shkatrua arsim e kultur, duke vjell ton pasurin kombëtare, duke vjell gjithë bregdetin, duke bën vjellin e gjymamolit. Sot është doha që shqiptarët gjithkun ku njohin, intelektual, idealist, të pa përkullën, të pa infiltruan në sigurimin e shtetit, të bashkohen e të bëhen një përthame besueshme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Në vërtetur e kam pati se e mi zhjellën me 100 vota në kuvend Shqipërisë, 100 Renat e Dynet, përnësisht jemi zhjellën tek vetimu, dhe kanë përjashtue 6 punëtorë vetimut, dhe vërtet se është afera me kodigal, afera korruptive e shkatrimit të drejtësisë. U falënderoj për shtë gjithve, mesazhin e gjithve.